Atëherë, kërkuesi është zgjedhur kryetari i Bashkisë Tiranë për herë të parë në zgjedhjet për qeverisjen vendore të vitit 2015 dhe më pas është rizgjedhur në zgjedhjet e viteve 2019 dhe 2023. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, bazuar në kallëzimin e datës 19/7/2023, ka regjistruar procedimin penal numër 27/2024 në ngarkim të disa shtetasve, përfshirë dhe kërkuesin si i dyshuar për kryerjen e veprave penale, korrupsioni pasiv i funksionarëve të lartë shtetëror ose i zgjedhurve vendor, të kryer bashkëpunim dhe pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, të kryer bashkëpunim të parashikuar nga nëna 260 25 287 paragrafi 2 i Kodit Penal. Mbi kërkesën e prokurorisë posaçme, gjykata e posaçme shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar me vendimin numër 7 akti datë 9/2/2025 ka vendosur ndaj kërkuesit caktimin e masës sigurimit personal arresti në Burg. Ky vendim është lënë fuqi nga gjykata e posaçme apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar me vendimin 13 datë 13/3/2025. Aktualisht kërkuesi ndodhet në institucionin e ekzekutimit vendimeve penale Durrës, seksioni para burgimit. Rreth 7 muaj pas ekzekutimit masës sigurimit personal arresti në Burg, në datën 18/9/2025, Këshilli Bashkiak i Bashkisë Tiranë ka kërkuar thirrjen e mbledhjes së radhës, në rendin e së cilës janë përfshirë dhe 3 propozime për shkarkimin nga detyrat kërkuesit me motivacionin e mos paraqitjes për më shumë se 3 muaj në funksionin e tij kryetarit bashkisë. Në datën 22/9/2025, kërkuesi është drejtuar Këshillit Bashkiak të Bashkisë Tiranë me kërkesën për të njohur, dëgjuar, mbrojtur, si dhe për të dhënë sqarime në mbledhjen e këtij këshilli lidhur me çështjen e tij. Në përgjigje të kërkesës, në të njëjtën ditë, Këshilli Bashkiak ka njoftuar kërkuesin se në rast të pamundësisë për të qenë prezent, observacionet e tij mund përcilleshin me shkrim me qëllim administrimin dhe bërjen të ditur gjatë zhvillimit të mbledhjes. Në vijim, me vendimin 69 datë 23/9/2025, Këshilli Bashkiak, bazuar në nënën 61/ç dhe 62/ç të ligjit 139/2015 për veçqeverisjen vendore të ndryshuar, ka vendosur të miratoj propozimin për shkarkimin e kërkuesit si kryetar i bashkisë dhe ka njoftuar prefektin e Tiranës. Pas kësaj, ky i fundit prefekti, në mbështetje të nënën 61/3 ligjit 139/2015, me shkresën e datës 24/9/2025, pasi ka verifikuar ligjshmërinë e vendimit, ja ka përcjellë atë Këshillit Ministrave. Në vijim, Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor, pasi ka përfunduar procesin e konsultimit me Ministrinë e Linjës, e cila është Ministria e Drejtësisë, ja ka përcjellë projekt vendimin për shqyrtim dhe miratim Këshillit Ministrave. Këshilli Ministrave, në mbështetje të nënit 100 të Kushtetutës dhe nënit 62/ç të ligjit 139/2015, me propozimin e Ministrit Shtetit për Pushtetin Vendor, ka disponuar vendimin 539 datë 25/9/2025 për shkarkimin nga detyrat kryetarit Bashkisë Tiranë zotit Erion Veliaj. Ky vendim është botuar në pletor zyrtare numër 173 datë 26/9/2025. Kërkuesi në datën 29/9/2025 i është drejtuar gjykatës kushtetuese me ankim kushtetues individual me objekt shfuqizimin e vendimit 539/2025 të Këshillit Ministrave si të papajtueshëm me kushtetutën. Në datën 30/9/2025, Këshilli i Ministrave ka njoftuar presidentin për krijimin e vakancave për kryetar të bashkive në disa bashki të vendit, përfshirë dhe Bashkinë Tiranë, duke kërkuar caktimin e datës zgjedhjeve të pjesshme në referim të nënën 10 Kodit Zgjedhor dhe 61/4 të ligjit 139/2015. Në datën 1/10/2025, presidenti ka nxjerrë dekretin 350 datë 1/10/2025 për caktimin e datës zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore, sipas të cilit është caktuar data 9/11/2025 për zhvillimin e zgjedhjeve të pjesshme vendore për kryetar bashkie, ndër të tjera edhe për Bashkinë Tiranë, për të përcaktuar në pikën 1 të atij dekreti. Në vijim, në datën 2/10/2025, kërkuesi i është drejtuar sërish gjykatës me kërkesë për shtim objekti edhe për sa i përket shfuqizimit të dekretit presidentit dhe pezullimit të tij. Kolegji i gjykatës në datën 6/10, bazuar në nënën 31/3 ligjit 8577/2000,
ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim paraprak në mbledhjen e gjyqtarëve. Mbledhja e gjyqtarëve në datën 9/10/2025 ka vendosur kalimin e çështjes për shqyrtim seancë plenare publike, si dhe pezullimin e dekretit presidentit 350/1/10/2025 për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë. Në lidhje me pretendimet e kërkuesit, në mënyrë të përmbledhur, kërkuesi pretendon Savion për vendimin e Këshillit Ministrave 539/2025. Në lidhje me jurisdiksionin e gjykatës, gjykata ka jurisdiksion për të kontrolluar shkarkimin e tij nga detyra e kryetarit të bashkisë bazuar në nenin 115 Kushtetutës dhe në ligjin 139/2015, i cili ka dalë në bazë për zbatimin e nenit 115 Kushtetutës. Nëse shkronja C e nenit 62 të ligjit 139/2015 do të konsiderohej një shkak i ri shkarkimi i pavarur nga kushtetuta, kryetarët e bashkive nuk do të gëzonin më mbrojtje kushtetuese në procesin e shkarkimit. Në lidhje me themelin e pretendimeve lidhur me VKM-n, sipas kërkuesit VKM-ja 539/2025 i ka cënuar të drejtën për proces rregull ligjor të garantuar nga neni 42 i Kushtetutës në drejtim të së drejtës për të dëgjuar dhe për të mbrojtur, pasi kërkuesi nuk është informuar nga Këshilli Bashkiak dhe as nga Këshilli Ministrave për mbajtjen e mbledhjes në të cilën do të vendosë për shkarkimin e tij nga detyra, për shkaqet e shkarkimit, si dhe nuk i është kërkuar sqarim apo paraqitje e provave lidhur me shkeljen e pretenduar. Kërkuesit nuk i është dhënë mundësia as fizikisht dhe as me shkrim për të mbrojtur gjatë procesit shkarkimit, për më tepër që ai gjendej i izoluar për shkak të zbatimit masës sigurimit personal, arresti në burg. Ai është njohur nëpërmjet medias për fillimin e kësaj procedure, pa pasur asnjë njoftim zyrtar për të drejtën e tij për të marrë pjesë në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Urgjenca me cilën është kryer procedura e shkarkimit, pasi vendimi i Këshillit Bashkiak është marrë në datën 23/9/2025, ndërsa vendimi i Këshillit Ministrave është marrë 2 ditë më vonë, pra 25/9/2025, pa i dhënë mundësinë atij të njihet paraprakisht me shkeljet që i atribuohen. Kjo urgjencë nuk justifikohet me mbrojtjen e interesit publik nga një rrezik i menjëhershëm dhe as me vimësinë e funksioneve të bashkisë. Po kështu, kërkuesi ka deleguar kompetencat për drejtuar bashkinë, duke vijuar ushtrimin e detyrës së tij. Diskutimi i shkarkimit të tij është trajtuar si pjesë e një mbledhje tjerëzakonshme, ndonse shkarkimi i një kryetari bashkie nuk mund të bëhet në këto kushte, pasi nuk plotësojnë kriteret e nevojës dhe urgjencës. Për më tepër, mbledhja është zhvilluar në mungesë të pranisë fizike të anëtarëve të Këshillit Ministrave. Mungesa e shqyrtimit të thellë dhe efektiv, pasi nuk është analizuar shkaku i shkarkimit, pra nëse kërkuesi ishte në pamundësi objektive të pavarur nga vullneti i tij për mos paraqitje në detyrë. Nuk është vlerësuar rëndësia e ligjit të shkelur, pasojat e ardhura, kozjati i atyre dhe qëndrimi subjektiv i kërkuesit ndaj shkeljes. Nëse masat e sigurimit personal do të konsiderohen shkelje e rëndë, kjo do t'i shndronte ato në instrumente politike